LDK? Bashkohu për një Kosovë më të mirë, të integruar në strukturat euroatlantike, të integruar së pari në NATO dhe që bën progres të prekshëm drejt Bashkimit Evropian, që i ruan në mënyrë të shenjtë raportet me Shtetet Bashkuara të Amerikës, në njërin anë, por në anën tjetër dhe më e rëndësishmja është që të fokusohet në zhvillimin ekonomik të vendit, që ka projekte dhe ambicie më të mëdha për Kosovën, që ndërton politika të zhvillimit ekonomik në të gjitha sektoret, përfshi ato të energjetikës, të arsimit, të shëndetësisë, të çështjeve të punëve sociale, që t'i planifikoj mirë me ligj dhe t'i ndihmoj qytetarët që kanë nevojë dhe janë në nevojë, dhe jo vetëm t'i trajtoj ata komplet në mënyrë të pabarabartë, sepse nuk është barabartësi t'i hedhësh 100 euro dikujt që ka shumë nevojë për to, dhe njëkohësisht t'i hedhësh 100 euro tek ai që s'ka fare nevojë për to. Kjo nuk është barabartësi, është padrejtësia më e madhe që mund të bëhet në shoqërinë tonë. Nëse një studenti që ka shumë nevojë për 100 euro dhe janë shumë të rëndësishme për të, i dalin në konto 100 euro, por njëkohësisht një studenti tjetër që shkon me Porsche në fakultet, po ashtu t'i japin 100 euro, është pabarazi shumë e madhe sociale, është pabarazi dhe është keqpërdorim i paras publike. Dhe ne në LDK kemi diskutuar gjatë për përgatitjen për këto zgjedhje dhe kemi bërë një program shumë ambicioz për Kosovën, në 113 pika do t'jenë, në plan programin e Lidhjes Demokratike të Kosovës që do të publikohet dhe që do të ketë projekte ambicioze të zhvillimit ekonomik, të përmirësimit të jetës së qytetarëve. Thjesht qytetari të jetë në qendrën e vëmendjes, jo të jetë pasiv, po të jetë shumë aktiv, duke gjeneru punë, punësim dhe mbi të gjitha dhe më rëndësishmja të frenojmë këtë trend negativ dhe shumë të përhapur të emigrimit. Kemi probleme serioze me emigrimin, po ikin 33 tona dhe Kosova po zbrazet dita ditës dhe ne duhet ta ndalojmë këtë. E qartë. Si është